Këtë mikrofon, vëzër, e do dikush për shkak qenjes tina, a për shkak një funksioni që ka e ka? Funksioni që e ka. Telefonin, a e dojna, do më dhonë, a flejmë me telefon? A i bëjmë sejtë? Jo. Se? Për shkak se kjo mjetë. Nuk duhet për qenjin e ti, nuk ko për shket plastikën këtu, po për shërbimin që ka ma krynë muë. E këtë shërbim, une e marë dhe tjetra jetë jënë vetë veti. Kjo dhe zëvlen në gjdo sen jashtë a Zotit. Allahu duhet vetë vetiju, vetë pëse është Allahu. Do më dhanë, edhe mës me dhanë kur gja, dush me dashtë. Hiq mës me dhanë. Andë e fukaraja ka obligim me dashtë Allahu. Me dhanë e për qishtë ta dube une? Po qishtë, e zgjith Zot, e të ka kriju. Pra Allahu Gjellë nuk duhet për një diçka tjetër, po vetë vetiju. A e kuptohë? Do më dhanë, vetë vetiju do më dhanë. Vetë pëse është qenja ma e madhe dhëtë me e dashtë. Sepse qenja jonë është e varfër për Zotin, është e varfër për Zotin, si varësia e ati që egziston vetë vetiju me ata i cili nuk egziston vetë vetiju. Qëka do më dhanë dhe zë kjo mabe? Dhe më dhanë, qëka do më dhanë nuk egziston vetë vetiju? Ti ki mujtë mësë me egzistu, unë ku mujtë mësë me egzistu. Edhe kur zdo t'i egzistojna, zdo t'ndo dhe kur gjotë keqë. Asë nuk prishët. Nëse do menojnë se si të desin, zdel modili. Jo, del apet, knashe njërës të apet, keshin apet. Ti kanë për njerëzit, e ti kur të desesh, ato keshin prapë. Ti pëse ki kajtë? A kupton çfarë loje madhë? E kjo vëzër është vetë vetiju dhe jo vetë vetiju. Mos me egzistu Allahu, hasha vë kella, si që egzistu kur gjotë.